Policia e Kosovës, përkatësisht Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në koordinim dhe në bashkëpunim me njësitë të tjera relevante të Policisë së Kosovës dhe me institucionet e drejtësisë, ka bërë ekstradimin e 2 shqiptarëve nga Shqipëria për në Kosovë. Të njëjtit ishin arrestuar nga autoritetet shqiptare pasi që kërkoheshin përmes Interpolit me letër rreshtim ndërkombëtar lëshuar nga institucionet e drejtësisë së Kosovës, të përfshirë në raste të ndara, njëri për veprën penale, kultivim i lëndëve narkotike, ndërsa tjetri për veprën penale, vjedhje e rëndë. Të dy ekstradimet u realizuan bazuar në ligjet në fuqi të Kosovës dhe fal bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe atyre shqiptare, ndërsa pas ekstradimit të dyshuarit ju dorëzuan njësive përkatëse të policisë së rajonit të Pejës, përkatësisht atij të Prizrenit. Policia e Kosovës nëpërmjet të njësive të saj do të vazhdojë me shkëmbimin e informacioneve me institucionet vendore, shtetet dhe organizatat ndërkombëtare me qëllim të parandalimit, hetimit dhe zbulimit të aktiviteteve kriminale që ndërlidhen me hetimin e kryesuesve të veprave penale, thuhet në njoftimin zyrtar të Policisë së Kosovës.